Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Akrepit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është në dritën e hënës. Akrepi, kjo letër si një dritë që zbret në errësirë për të treguar diçka që ke shmangur. Një ndjenjë, një e vërtetë, një pjesë e vetës që ke mbajtur fshehur. Hëna e plot ndriçon çdo qoshe të shpirtit dhe të fton të shohësh pa frikë atë që ndoshta nuk e dashur ta pranosh. Akrepër, kjo është momenti yt i ndriçimit. Ajo që të ka friksuar, apo ajo që të ka bërë të qëndrosh në mbrojtje, tani kërkon vetëm vëmendjen tënde. Nuk është më koha për të kontrolluar çdo ndjenjë, por për ta pranuar. Sepse drita e hënës nuk të ekspozon për të gjykuar, por për të çliruar. Nëse ke ndjerë tension, pasiguri ose trishtim pa arsye të qartë, kjo letër tregon se diçka e fshehur kërkon të dalë në sipërfaqe. Mund të jetë një plagë vjetër, një ndjenjë pa përfunduar, apo një dëshirë që e ke shtypur. Mos e lufto, çfarëdo që të jetë, lejoje të dalë dhe të ndriçojë drita e vetdijes. Në momentin që sheh me paqartësi, ajo pushon së kontrolluari. Kjo letër është si një pasqyrë shpirtit tënd të dashur, Akrepër, thellë, e ndjeshme, e fuqishme, sepse drita që do të ndjek do të jetë më e pastër se çdo hije që ke patur. Diçka do të dalë në sipërfaqe, të dashur Akrepër. Fjalët që duhet i mbani mend në dritën e hënës, edhe frika më e errët shndrohet në urtësi. Të dashur Akrep.